Pagesa e kryer në shkelje të hapur të Kushtetutës dhe ligjit për buxhetin e shtetit u bë objekti i protestës i mediave prestigjioze ndërkombëtare, i një padije në gjykatën kushtetuese për të anuluar aktin normativ dhe objekti një kallëzimi penal në SPAK. Ditën e hënë, menjëherë pas këtyre reagimeve dhe veprimeve ligjore në organet e drejtësisë, Edi Rama, që e di se ka kryer krim financiar kundër buxhetit të shtetit dhe fondit emergjencave, ka nxituar të shmang barrën e përgjegjësisë administrative e penale me një abuzim tjetër. Informacioni i ardhur në pamfletin nga burime brenda Ministrisë së Financave, po me dije se kryeministri Edi Rama i ka dhënë urdhër ministrit Petrit Malaj të krijojë mundësi urgjente për të zëvendësuar në rezervën e shtetit fondet që duroi për koncertin e këngëtarit Kanye West. Ministri i Financave Petrit Malaj ka filluar të zbatojë me urgjencë urdhrin e kryeministrit, duke bashkëpunuar me ministren Mirela Kumbaro dhe ministrin Andi Salla, duke bërë një mashtrim financiar me fondet e këtyre dy ministrive. Ditën e martë është kryer procedura për të kaluar në fondin rezerv të shtetit për zërin emergjencat, vlerën 5 miliard lekë të vjetra, konkretisht 2.2 miliard lekë të transferuara nga Ministria e Arsimit dhe 2.8 miliard lekë nga Ministria e Bujqësisë. Këto janë trajtuar si fonde të papërdorura për arsye objektive në sektorin e arsimit dhe të bujqësisë për 6 mujorin e parë të vitit 2026, por është mashtrim që zbulohet nga dy fakte. Së pari, bilanci i pritshëm i mos realizimit të fondeve nga ministrit nuk bëhet në mes të vitit buxhetor, por në fund të vitit gjatë hartimit të buxhetit për vitin pasardhës. Së dyti, sektori i arsimit dhe i bujqësisë jo vetëm nuk kanë fonde të papërdorura gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, por ka nevojë për fonde shtesë të menjëhershme. Nuk do shumëndje të kuptohet që transferimet e këtyre 5 miliard lekëve në fondin rezerv të shtetit nuk kanë lidhje me mospërdorimin nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Bujqësisë, por për zëvendësuar 4.8 miliard lekë që Edi Rama dhuroi për koncertin e Kanye West. Ky veprim është makinacioni i trimit Edi Rama për të shpëtuar veten nga përballja penale, por pa asnjë vlerë për buxhetin e shtetit, sepse pagesa për koncertin u bë me urgjencë nga ministri Blendi Gonxhe, një ditë pas daljes së aktit normativ me numër 861 në regjistrin e pagesave të Thesarit, më 7 korrik 2026, vërtetohese me urdhër pagese numër 7330 fraksion 4 dhe marrëveshje numër 7330 fraksion 3, të dyja më 7 korrik, e të firmosura nga ministri Blendi Gonxhe, kompanisë shqiptare Red Cloud me pronar Klodian Makashi, janë transferuar 4.8 miliard lekë me TVSH nga fondi i emergjencave për koncertin e Kanye West. Këto miliarda janë zëvendësuar në fondi rezerv të emergjencave me fondet që janë hequr sektorit e arsimit dhe bujqësisë.